Pasi ja dolën me sukses të stabilizojnë tregun kaotik të trashëguar nga falimentimi Bel Air, Fly Albania dhe kompania ajrore italiane New Livingstone inaugurojnë sezonin e ri të fluturimeve. Drejtori Fly Albania, Igli Larashi, konfirmon se kompania ajrore shqiptare, nisur dhe nga eksperienca mbi 20 vite e kompanive mëm si Euroco Horizon dhe Kosova Airlines, synon në rritjen e mundësive të transportit të udhëtarëve dhe në shfrytëzimin e potencialeve të mëdha që ka Shqipëria në fushën e turizmit, kjo fal dhe bashkëpunimit me kompaninë ajrore New Livingstone. Ne ndërtuam një projekt, ne filluam të shtrojmë një rrugë të re dhe filluam të ngritim shpresat e reja në fushën e biznesit të transportit ajror. Dhe kështu jemi së bashku me gjithë ju që na mbështetet sonte për të folur për vazhdimsinë. Në Tiranë, së bashku me partnerët tanë serioz të New Livingstone, kemi hedhur hapat e parë të rëndësishëm të kësaj iniciative të re, duke synuar që të bëjmë zgjidhja më e mirë për pasagjerët, duke synuar të orientojmë drejt Shqipërisë turistë jo vetëm nga Kosova, por dhe nga gjithë Evropa, në zbulim të bukurive të pamasa që ka ky vend. Përmes bashkëpunimit të Fly Albania dhe New Livingstone, qytetarët shqiptar do mund të vijojnë fluturimet komode nga Tirana drejt destinacioneve Milano Malpensa, Bologna, Verona, Cuneo, Pisa dhe Londra. Ricardo Toto, presidenti i kompanisë New Livingstone, shpreh se kompania po bën të gjitha përpjekjet për të qenë e denjë ndaj tregut shqiptar dhe ndaj partnerëve të saj. Kemi vendosur të vazhdojmë të investojmë dhe jemi të ndërgjegjshëm për mundësitë tona dhe për atë çka do të arrijmë të bëjmë. Kemi një partner të jashtëzakonshëm në Albania dhe ndihemi me fat për këtë. Sigurisht që do të na duhet edhe ndihma juaj. Projekti në Tiranë do të hapë shumë mundësi. Prandaj kemi vendosur të zgjerojmë tregun mes Tiranës dhe Italisë. Kjo do të jetë më e dukshme në sezonin e dimrit, me linjat ajrore midis Tiranës dhe shumë qyteteve të Italisë. E themeluar në nëntor të 2013 në Tiranë si pjesë e grupeve të besueshëm të fushës së transportit ajror, Euroco Horizon me partnerët e saj në Shqipëri, rrugëtimin e saj Fly Albania e nisi me kompaninë e mirënjohur italiane Livingstone Air.